Vladimir Putin u përball me poshtërim teksa u vendos përballë me një vajzë 11 vjeçare, kur ai foli për mënyrën se si xhaxhai i saj, i plagosur në luftë, ishte dërguar përsëri për të luftuar, pa u trajtuar siç duhet. Kjo ndodh shpesh në forcat ruse, kur të sëmurët dhe të plagosurit detyrohet të shkojnë në brigada sulmi pa trajtimin e duhur, shkruajnë mediat e huaja. Sipas tyre, Kira, vetëm 11 vjeçe, ka humbur tashmë baban e saj të mobilizuar, Vladimir Pimenov, 36 vjeç, i vrar vitin e kaluar në luftë në rajonin e Donjeckut. Nxënësja nuk ja zbuloi pikëllimin e saj të dhimbshëm Putinit në një takim në sheshin e kuq në Moskë, por ju lut për ndihmë për të shpëtuar xhaxhain e saj të plagosur, 46 vjeçar, nga ferri i tij i luftës. "Xhaxhai im është në front tani", i tha ajo sundimtarit rus, i cili ishte i rrethuar nga udhëheqësit fetar. Ai u plagos në krah, ishte në spital. Dhe më pas Kira i tha troç, ata nuk po e trajtojnë fare me ndihmë mjekësore dhe tani po e dërgojnë përsëri në një mision për të luftuar. Do të doja që ai të transferohej në një spital të mirë në Rusi, u shpreh ajo. Dhe Putini, i cili u duk jo fort në pozita të mira pas pyetjeve të saj, i tha Kirës, patjetër që do ta gjejmë, në rregull. Ai nuk premtoi ta nxirrte nga vija e frontit në mënyrë që të mund të trajtojë dhe mbetet të shihet nëse do ta dëgjojë kërkesën e vajzës nga sheshi i kuq në Moskë. Kira nga Siberia u sigurua që ai të dinte se këtë kërkonte, duke i thënë emrin e xhaxhait të saj. "Emri i tij është Anton Fisyura. Sigurisht, faleminderit që ma kujtuat", ja ktheu Putini, pastaj e puthi në kokë dhe u largua shpejt prej saj. Siç vënë pa mediat, xhaxhai i plagosur i vajzës ka 2 djem, 9 dhe 18 vjeç. Vajza ka 2 xhaxhallar të tjerë që luftojnë po ashtu në luftën në Ukrainë. Si Kira ashtu dhe motra e saj Anastasia, 7 vjeçe, mbetën pa babain e tyre nga lufta e Putinit.